Ka ngjallur një polemik të madhe, kontrata e lobimit e bërë mes Partisë Demokratike dhe një shoqëri e lobimit në Shtetet e Bashkuara, një njeri i afërt me oborin në Trump, e cila është një kontratë që shkon diku te $6 milion për të paguar nga $250.000 çdo muaj. Është një kontratë që do vazhdojë 2 vjet dhe është ndër kontratat e mëdha. Në qoftë se shikon listën e kontraktorëve që ka kompania në fjalë, janë në përgjithësi vende problematike, vende të cilat janë të mjeruara. Kështu për shembull është Haiti, po edhe këtu paguajnë qeveritë, nuk paguajnë vetëm një parti. Është Haiti që është vendi më i varfër i botës, është Republika Dominikane, e cila është po në të njëjtin ishull me Haitin, është një ishull lindar në mes, duke vazhduar me të tjerat. Edhe këto kanë shuma modeste që paguajnë nga $20.000 deri në $50.000. Më e madhja është një parti në Shqipëri $250.000. Kjo tregon se çfarë paraje qarkullon në Shqipëri, por edhe në çfarë derexheje e ka katandisur vetëm Partia Demokratike që futet në një grup me këto vende të mjeruara. Në fakt, një shtet serioz nuk ka nevojë për lobim, ka ambasadorët e vet, ka njerëzit e tjerë që janë të deleguar pranë administratave të ndryshme. Nuk kemi dëgjuar ndonjëherë Francën të bëjë të tillë, Italinë të bëjë një gjë të tillë, apo Greqinë të bëjë një gjë të tillë. Kanë lobe të tyre të cilat funksionojnë. Ndërsa lobi jonë është një lob i mjerë, është për të ardhur keq, e mbushur me elektricist, kamionist që i pas kanë vënë qëllim vetes të pastrojnë fytyrën e Berishës. Gjithsesi është një problem shumë i madh që në një vend kaq të varfër sa ky joni, të gjenden kaq miliona dollar për të marrë me një person. Bëhet fjalë për $6 milion këtu, $1 milion të lëna në Angli, të cilat bëjnë 7, $1 milion të dhënë Lacivitës, të paktën deri tash, se nuk di sa do shkojë më vonë, ja ku vajtën 8, dhe pyetja që shtrohet është ku gjenden gjithë këto para. Shpresoj që spaku të hedh dritë mbi këtë ngjarje, sepse është vërtet një para shumë e madhe dhe përveç kësaj duhet parë edhe se sa është edhe paraja që qarkullon në të zezë, sepse dihet që në të tilla veprimtari paraja e zezë është nganjëherë më e madhe se ajo paraja e bardhë që qarkullon në kanale zyrtare. Duhet thënë që nga Partia Demokratike po bëhet një përpjekje shumë e madhe që të anashkalohet kjo, të mos merren me këtë pikë, pra me këtë kontratë lobimi, por e vërteta është që është një damkë e madhe mbi një parti dhe kryesisht mbi Berishën, i cili e mban veten si kalorës kundër korrupsionit. Gjithsesi është një goditje për Berishën në këto momente dhe besoj që do ndikojë në fushatën elektorale. Si gjithmonë, në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.